Horoskopi ditor e shtunë 1 nëntor 2025. Dashi, marrëdhënia në çift do përmirësohet dal nga dal gjatë kësaj dite. Do e kaloni më së miri pranë personit që dashuroni dhe do e shprehni pa dorashka çdo ndjenjë. Beqarët do ndërrojnë më shumë se sa duhet dhe realiteti ka gjasa t'i zgënjej. Ekuilibri financiar nuk do të rënditet edhe pse do shpenzoni më shumë se sa zakonisht. Demi, shumë persona do ju joshin gjatë kësaj dite, por ju duhet të bëni shmosje të rezistoni tundimin. Por atë në grackën e tyre do shkatërroni lidhjen që keni krijuar prej kohësh. Beqarët nga ana tjetër duhet ta lënë veten të lirë dhe të përfitojnë sa të mundin nga ftesat që do ju bëhen. Në planin financiar do jeni të organizuar dhe nuk do i lejoni vetes çmenduri. Binjakët, perspektiva do jetë shumë të mira sot për jetën tuaj sentimentale. Pasion, kënaqësi dhe emocione pa mbarim. Beqarët do njihen me persona interesant dhe do fillojnë një histori të bukur dashurie. Gjithçka do jetë edhe më e bukur tashmë. Në planin financiar do ketë goxha ndryshime pozitive. Do mund të shpenzoni më me qetësi sot. Gaforja, edhe pse keni një lidhje të fortë dhe që prej shumë kohësh, shmangni sot të merrni vendime të pamenduara, të cilat mund ta cënojnë tjetrin. Tregohuni realist. Beqarët do kenë shumë të vështirë ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Ka shumë mundësi që edhe sot të mbeten vetëm. Në planin financiar, mos nxitoni të kryeni shpenzime të pamenduara sepse do gaboni. Luani, do hidhni poshtë sot të gjitha tabut që keni pasur në jetën tuaj në çift dhe do dashuroheni ashtu si ta ndjeni. Dita do jetë më e bukur dhe plot ngjyra. Beqarët do jenë më të disponueshëm për të dalën për takime dhe do njihen me persona vërtet interesant. Në planin financiar, nuk do mund të shpenzoni aq sa dëshironi, sepse gjendja do jetë goxha delikate. Vëgjëresha, ditë shumë pasionante dhe veçantë kjo sotme për ata që janë në një lidhje. Marsi do ju nxit ta surprizoni në çdo moment partnerin dhe të bëni gjithçka që ta nxjerrni sa më tepër atmosferën. Beqarët, më mirë të marrin gjërat si t'ju vinë dhe të mos nxitohen të bëjnë zgjedhje. Financat do i mbani gjithkohës të ekuilibruara dhe nuk do keni vështirësi për të shpenzuar. Peshorja, do ndjeni shumë të lumtur sot në jetën tuaj në çift dhe do filloni të mendoni edhe për të ardhmen. Çdo sekond do jetë shumë e bukur. Beqarët do jenë të pafat dhe nuk do arrijnë të krijojnë as sot një lidhje. Mundoni të qëndroni më pranë miqve dhe familjarëve. Në planin financiar do keni probleme serioze. Merrni sa më shpejt masa strikte. Akrepi, në jetën tuaj në çift gjithçka do shkojë si e kishit planifikuar. Të gjithë planetet do gjenden pranë dhe do i shtojnë ngjyrat në lidhjen që keni krijuar. Edhe beqarët do jenë me shumë fat dhe do gjejnë personin e përshtatshëm. Një etapë e re do fillojë sot për ta. Financat do jenë gjithkohës të ekuilibruara dhe as pak problematike. Do jeni shumë më të qetë. Shigjetari, yjet do e bekojnë lidhjen tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do merreni vesh për gjithçka me atë që keni në krah dhe nuk do ketë asnjë mosmarrveshje. Beqarët duhet të hapin zemrën dhe të bëhen gati për ndryshime të mëdha në jetën sentimentale. Në planin financiar, ka ardhur koha të riorganizoni buxhetin. Po i lat gjërat pas dore, do keni vështirësi. Vricjapi, planetët nuk do përzihen as pak sot në jetën tuaj në çift dhe do lënë gjithçka juve në dorë. Po u treguat kërkues, kokfort dhe të bëni si shefa, do keni debate. Po u treguat tolerant dhe bashkëpunues, gjërat do ecin për mrekulli. Beqarët ka rrezik të njihen me personin e gabuar. Mos bëni gabim të ecni më tej. Financat do jenë mjaft të konsoliduara. Ujori,
Venusi do ju mbështes fort sot në jetën tuaj në çift. Do i zgjidhni me qetësi dhe disa mosmarrveshje të vogla që keni pasur dhe do ndiheni më mirë. Beqarët nuk do ndihen ende gati të fillojnë një histori dashurie, edhe pse mundësitë janë të mira. Në planin financiar nuk pritën vështirësi. Do nënshkruani një kontratë pune që do ju sjellë goxha të ardhurat. Peshqit. Do futeni në një fazë tjetër sot juve që jeni në një lidhje dhe do ndiheni shumë më të qetë. Partneri do plotësojë të gjitha dëshirat dhe do ju bëjë të ndiheni mirë. Beqarët do të shfrytëzojnë sa të mundin ftesat që do ju bëhen dhe të njihen mirë para se të vazhdojnë më tej. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë. Kujdes me çdo shpenzim.